Remzia Osmani është një nga këngëtarët më të dashura për publikun shqiptar, por jo vetëm. Këngët e saj përqafojnë menjëherë nga publiku dhe rrëmbejnë zemrat e fansave të saj. Remzia Osmani ka dëshmuar edhe një herë dashurinë dhe lidhjen e ngushtë që ka me nusën e saj, Gëzimen. Nusja e saj, përmes një postimi të shpërndarë në rrjetet sociale, ka zbuluar një super surprizë, duke treguar se vjera e saj di më të vërtetë t'i bëjë përshtat dhe ta surprizoj atë. Në postim shihet një iPhone dhe makinë e re luksoze në ngjyrë portokalli e parkuar në shtëpi. Në plan të parë, Gëzimja tregoi telefonin e ri duke treguar se dhuratat janë menduar deri në detaj më të vogël. Postimi shoqëroi me fjalët: "Kur vjera din me i përshtat dhuratat." Kjo nuk është hera e parë që Remzia Osmani shfaqet shumë bujare ndaj resë së saj, duke bërë dhuratat e shtrenjta dhe duke dëshmuar një marrëdhënie vjerë-nuse të shkëlqyer. Na duhet t'ju kujtojmë se këngëtarja e njohur e muzikës popullore Remzia Osmani është mjaft e pranishme për fansat e saj, duke i përditësuar në çdo moment me publikime nga jeta e saj personale, por edhe profesionale.